Ne kemi filluar pjesën e trajtimit të aplikimeve, ka qenë procedurë edhe e mëparshme, por që unë vijoj dhe kam fokus të detyrës time që i pari i cili ka aplikuar në kohë është i pari në të drejta. Kështu që aplikimet të cilat rezultojnë që janë më të vjetra në kohë dhe që nuk janë trajtuar ende, sigurisht që ato nxirren dhe përpunohen të parat. Kemi një problematik kryesisht qoftë ndoshta edhe me zonat rurale më tepër, jo me qytetin, që aplikimet që janë bërë në 2006 shef qytetarët kanë vendosur një numër telefoni të cilin sot nuk e disponojnë më. Dhe mënyra e kontaktit tonë me ta pothuajse është e pamundur për të evidentuar pjesën e lokacionit se ku është shtëpia, pasi dosjet e legalizimit janë thjesht me emër atësi dhe mbiemër të subjektit, nuk është se ka një hartë se ku ndodhet ky objekt. Por për të bërë të mundur këtë gjë, ne tashmë kemi si ASHK dhe marrëveshjet të nënshkruara dypalëshe me njësitë e qeverisjeve vendore, ku na ndihmojnë edhe bashkitë në lidhje me evidentimin e objekteve, por që qytetarët, duke qenë se ne nuk kemi numrat të saktë telefoni, ata mund të ndodhen jashtë shtetit, ne nuk evidentojmë të praktikën se objektin se ku është në teren, shpeshherë duhet të plotësojnë dhe një dokumentacion në dosje në mënyrë që ne të vijojmë procedurat e legalizimit. Një dokumentacion që mund të jetë një deklaratë notariale, mund të jetë një akt ekspertize për qëndrueshmëri objekti në rastet e shtesave dhe të objekteve mbi 4 kate. Kjo ngelet një nga problematikat më të gjëra gjatë procesit tonë.